Procedurale dhe sjelljen e gjykatës speciale Karshi këtyre çështjeve humanitare ka folur Nasim Haradinaj, ish i burgosur i speciales. E ndjekim intervistën e tij për gazetaren Ardiana Jashari. Sot gjatë ditës në Kosovë erdhi për vizitë ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, të cilit pas një kohe të gjatë ju aprovua kërkesa për të vizituar babain e tij, i cili është në gjendje të rëndë shëndetësore dhe po trajtohet në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ndërkaq për të diskutuar rreth kësaj vizite, por edhe për të mësuar më shumë detaje se çfarë procedura duhet ndjekur një i paraburgosur në Hag për t'ju aprovuar një kërkesë për vizitë në familje, do të diskutojmë dhe do flasim në një intervistë me zotrin Nasim Haradinaj. Përshëndetje zotrin Nasim dhe faleminderit shumë për kohën. Si e pritët sot lajmin që ish-presidenti i Kosovës, zotri Hashim Thaçi, ju aprovua kërkesa për vizitë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku aktualisht edhe po trajtohet babai i tij për shkak të gjendjes shëndetësore. Dhe si e vlerësoni faktin që një kërkesë e tillë është refuzuar ish-presidentit për disa herë radhazi? A mendoni se gjykata speciale ka drejt ligjore që ti refuzoj kërkesën një personi duke pasur parasysh një antar i familjes së tij është në gjendje të keqe shëndetësore? Për që ku folë mas pari për këtë gjykat, këtu çdo gjë ka këtu vetëm emrin që ka gjykat dhe kjo asgjë s'ka të bëjë me gjykat dhe me drejtat. Kjo është gjykat e cila, kam thonë, e kompetencu dhe dita me ditës po dëshmon që kjo i shkel të gjitha drejtat elementare njerëzore. Kjo gjithçka mund të qenë vetëm gjykat nuk është. Kjo gjithçka mund të jetë vetëm drejtësi nuk është. Prandaj për krejt ata për çka kjo është e thirrur dhe ndërtu gjojë në emrin të drejtësisë të asaj, kjo vetëm ata nuk e bën. Unë mendoj se kjo vizitë ka qenë e detyrueshme nga gjykata. Dëshira dhe vullneti i kësaj gjykate dhe ajo ndjesia, të them, sepse gjykatat nuk janë atë qashë për përmendësi, po kanë rregull zbatim të drejta themelore të njerëzit. Kjo gjykatë unë mendoj që me tepër ka bërë presioni i media dhe kisha shpreh këtu edhe ju, edhe gjitha media në Kosovë që e bën të veten. Përndryshe dëshira dhe vullneti i tij u pa që nuk është përmirësuar. Edhe pse zoti tha që kishte të drejtë të vije. I takon të ligjërisht të vije, duhet t'ja plotësoni ligjërisht dhe duhet të plotësojë norma themelore ose bazë respektimi i të drejtë të njerëzit dhe sidomos të familjes së afërt. Sepse prindi, gruaja, fëmijët, motra dhe vllau janë familje e afërt, që patjetër duhet të respektohet, do thotë kanë të drejtë, është të drejtë legjitime kështu. Unë mendoj që kjo u bë dhe e vetmja gjë që më gëzoj sot, mu më gëzoj sepse besoj që ky popull, po dhe ky parlament, po dhe që shkoj, po dhe këto media, po dhe ky popull në Kosovë e sheh që nëse duhet të bëhet dhe jemi këmbgulës, ne mund të bëjmë më shumë. Unë mendoj që kjo ka qenë presion mediatik, presion legjitim, presion që vazhdimisht do të bëjmë kjo gjykatë të ne jap llogari përderisa e kesh përdor emrin e Kosovës. Zotri Haradinaj, a mendoni se është e mjaftueshme pas një kohe kaq gjatë, kur presidenti nuk e ka takuar asnjë antar pothuajse të familjes së tij, sidomos babain, t'i lejohet vetëm 3 orë brenda ditës ta takoj prindin e tij? A mendoni që është e mjaftueshme një kohë e tillë? Shikoj, në praktika kjo deri tash kështu ka ndodhur se edhe 2 ditë, po vetëm 4 orë për çështje të sigurisë. Dhe kjo është më tepër pjesë emocionale të cilën ne e kthejmë. Unë mendoj që ajo që është njerëzore janë shkuan gati 4 vite kusur, do të po bëhen 5 vite që një proces nuk po ka fund. Kjo është ajo shkelja e madhe. Pastaj po bëhet 5 vite që ky proces po përdor vetëm dëshmitarë që dita më ditës po dalin që janë të përpunuar. Nuk është do të thotë asnjë dëshmitar në atë kuptimin e asaj që qoftë edhe politikisht këtu disa që po gëzohen, që po bjerën ata dëshmitarë dhe po trajtohen ato gjëra të cilat ta kanë prit jenë. Këtu nuk po trajtohen as transplantimi organën, këtu s'po trajtohen as ato vrasjet e famshme politike, këtu s'ka trajtohet insan, këtu diçka ka trajtohet. O ka trajtohet fyrja e dinitetit të UÇK-s, për ulja në përkembja UÇK-s, në përkembja e shtetësisë së Kosovës, në përkembja asaj që është primare për njerëzën, në përkembja vetëlirisë.
Pam që sot gjatë vizitës ish presidenti u shoqërua prej një numri të madh të forcave të sigurisë. A mendoni ju që ka qenë e nevojshme kjo gjë, ky numër i madh i forcave të sigurisë? Kjo gjykat prej fillimit krijon spektakël. Ju e dini spektaklin që ka bërë me arrestimin e Calit, me arrestimin e invalidit të luftë, thëmë që ishte kryetari i organizatës veteranëve të Shqipërisë. Spektaklin që unë mundua ta bëj me mua dhe i duhet më tepër se spektaklin që unë nuk e lejoa dhe në fundit ajo e kthy bumerang. Këta kanë bërë spektakël me çdo njerë, me çdo një arrestim. Kjo është më tepër se spektakël, por ajo që më gëzoi sot fakti është unë e di që aty sa vrejta Hashimi do të merr vrejtje. Se pava që aty më nunë me dhonë vrejtjet publike, do të merë vrejtje për ato sjellje që i buni. Po, ajo që më gëzoj është se të shek ky popull sa shumë thotë që nuk u e thyn as moralisht, as politikisht dhe ndihet tamam atë krenarin e tij që do të pasë një shtrimtari. Prandaj, nëse ka pas diçka sot të mburrna, është gjestit të tij sot përshëndetjes e tij dhe qëndrimi i tij dinjitos dhe njerëzor. Pam që edhe një numër shumë i madh i qytetarëve sot dolën ta presin ish presidentin thoqe. A e shihni ju këto si fakt që populli i Kosovës beson në pafajësinë e krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe që ish presidenti ende ka mbështetjen e popullit të Kosovës? Populli i Kosovës unë mendoj që dita më tepër vetëm shka ka ashtu e prekrahjen. Sepse këtu nuk është më emni Thaçi, këtu nuk është më emni Hashim, këtu nuk është më emni Jakub, emni Recep, këtu është emni Kosovë, këtu është emni liri, këtu është vetë liria. Prandaj kjo është atë që populli në fund të pa, fatkeqësisht që është dështën këtij populli 5 vite. Po e keqja është se populli ka filluar me vëndë se ata që dojnë me qeverisë dhe ata që do të qeverisë dhe ata që qeverisin dhe sot flas pozitë dhe opozitë, sikur kanë flet gjumë, sikur nuk janë të interesuar, sikur presin se çka thonë tjerët për ne. Sikur presin se çka thot dikush për lirinë tonë, të drejtën me fol për lirinë tonë kem ne, të drejtën për me dëshmu lirinë tonë kanë ata të cilët e kanë sjell këtë liri, të drejtën për me mbrojtë atë gjak të derdhë të kanë bashkëluftarët e tyne, dhe ndër tjera si bashkëluftarë dhe si drejtori i drejtësisë politike, unë mendoj që ka tuaj presidenti Thaçi. Ai s'ka pas nevojë për gjithë këtë siguri, pa ata dojnë spektakël sepse ai vetë ka dhënë dorëçi, ju dini, ka dhënë dorëçi për presidentit për më shkuatje më ballafaqu me drejtësinë, ne tu menduar që ka drejtësi. Po jo që do të ballafasohet me një kurth s'pari, një kurth në emër të cilët u ndërtua ajo gjykat dhe që asnjëherë nuk i trajtoi atë temën. Zotri Haradinaj, duke pasur parasysh edhe ju keni kaluar një situatë të tillë gjatë gjykimit tuaj në Hagë dhe keni bërë kërkesë për të ardhur në vizitë në rastin e humbjes së vllaut tuaj. A mund të na shpjegoni më shumë detaje se si janë këto procedura, sa kohë merr marrja e lejes për të ardhur në vizitë tek familja? Jo, shiqo, unë kam bërë 3 kërkesa. Unë kam bërë kërkesa edhe për shoqen time që është bërë operacion nga kanceri. Unë kam bërë kërkesa për vllaun tim që ishte para vdekje, që edhe shoqja, edhe vllau në Gjermani, ndërsa shoqja në Suedi, që aty është në fundit unë ka qenë në shteta Suedez dhe s'kan mujt më qujt në emën të asaj që nuk afrohet siguria. Kam bërë kërkesën edhe për vdekje. Unë nuk më kanë leju ato. Unë e di që kam pas një luftë tashpër me ta dhe unë kur s'ko marrë përgjigje, as pozitive as negative për veten time. Kur s'më kanë thyer as përgjigje. Mi po në di edhe procedurat që kanë kryer për shkak më herët kur shu diku brenda 4-5 dite, 5-6 dite. Varet se si ta marrin ata shpejt procedurat. Po unë mendoj që këta më tepër e kanë bërë për Hashimin, e kanë bërë tash kohë të fundit, e kanë bërë sepse disa herë kanë liru, 2 herë paten liru, e kanë bërë më tepër me treguar dhe mi bërë presion që ato ta thyen moralisht. Dhe unë mendoj që ata nuk mendojnë me thy vetëm Hashimin moralisht. Ata mendojnë me na thy moralisht edhe për krahas të tij. Me thy moralisht për krahas që të dinë lirin, me thy moralisht njerëz të cilët nestrat të hamendësohen atë të luftojmë apo të mos luftojmë për lirin. Këtu është esenca. Këtu është ajo që unë e sulmoj më tepër dhe që nuk pajtona me këtë gjykat. Nuk është esenca cili individ, është esenca çka, cili brumi, cili bërthama, brumi i kësaj gjykate që ajo po do me dënu. Ajo po do me na dënu në krenarin tonë. Ajo po do me dënu në të drejtën për liri dhe po do me na dënu të drejtën për jetë të lirë dhe të drejtën për shtet. Prandaj këto procedura, ata i bojnë si dojnë vetë. Edhe pse i bojnë si dojnë vetë. Duket, e di që duket zhargon kjo, po them thjesht, është që duhet vetë sepse ata s'kan kërkuar me dhënë llogaridhënie. Ata nuk i japin kërkuj llogaridhënie. Asaj as organet shtetërore të kësaj Kosove asnjëherë nuk i kanë lyp llogaridhënie. Asnjëherë nuk e kanë krijuar një grup për observim, një grup që do ta shikojë, që do ta monitorojë.
as kanë tentu me bo. Sikur që ajtë dhe të kryet kjo punë se do shta ma letë. Por ata nuk e dinë që kjo të dëmton. Hashim thot që ata 4 persona ose edhe 10 tjerë njestra dhe mund dënohen. Ne kanë vrarë njerëz, ushtarë janë vrarë krejt. Por humb Kosova, humb ky shtet cilë këta po thirren si patriot të këtij shtetit dhe si dashamirë të këtij shtetit për të ardhmë të mirë. Kosova nuk mund të ketë të ardhmë të mirë nëse i dënohet liria, nëse i dënohet luftari që ka sjell këtë ardhmë për cilën këta po dojnë më krenu ose me na premtuar që të ta vinë. Kushdo qofshin ata. Për fund, zotëria Haradinaj, a mendoni se institucionet në Kosovë duhet të kanë një rol më aktiv lidhur me këtë proces, me procesin e gjykimit të krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe a keni një mesazh për këto institucione? Spori unë kam një mesazh për gjitha mediat. Mediat janë të e kryu, që tash janë ka kryjnë detyrën e vetë njerëzore. Janë ka kryjnë detyrën e vetë për vendin, për shtetin, qoftë për kritik, qoftë për komplet. Edhe mediat cilat janë për gjitha që një këtë drejt. Dhe tash u ka jepet ajo pika ku do të si popull të orientohemi. Prandaj unë mendoj që edhe ky grup parlamentar që do të vjetë dhe ky parlamentari, shpresoj që kur do të vinë, do të jenë të vetëdijshëm sepse unë mendoj që ka bërë mjaft dhe do të tërprohen një ditë nëse nuk do të jenë më kërkues dhe më këmbgulës që Kosova të respektohet në çështje ndërkombëtare. Dhe ku të respektohet ndërkombëtarisht do thotë të respektohet brenda kësaj gjykate, e cila u ndërtua si kërkesë për zbulimin e krimeve për trafikim organesh, gjë e cila do të ishte një njollë e madhe për Kosovën, gjë e cila për këtë arsye është bërë mirë që pranue, po është tjetër pse u tradhtua Kosova dhe me dikmartjen dhe Serbia me Vukčevićin e me këta e kthyn landën këtu ku kthyn dhe i sulmun djemt ose sulmun atë cili është pashtetia, loti i këtij populli që është vetë qekeja. Respekte, faleminderit për ju për punën, suksese, uroj që të mos zbrapseni, sepse po shihni me domos vonë, ndoshta për arshimin vonë, ndoshta edhe për babën e arshimit vonë, ndoshta edhe për baba të tjerë nesër vonë, por megjithatë mendoj që kemi rrinë një qëllim dhe mos mendoni që do ta kishin leju, mos ta kishin një pikë presioni. A do të dëgjojnë një mirë arsye sepse kanë çu tash. Po them që kur s'do ta kishin bë po të mos ishim kënguc ju dhe populli për këtë vizitë të arshimit të vi këtu.